parlamentar dhe sipas gjithaj gjasave, reforma e re territoriale do të shtyhet në vjesht, pra nuk do kemi një miratim tani, një ndarje të re të bashkive, pasi ende nuk është rënë dakord, duket sikur pazari politik nuk është arritur, pasi për qytetarët vështirë se janë kërkesat e atyre që mund të thuhet që e shtyn miratimin e kësaj reforme të re. Megjithatë, ditë e fundit ka qarkulluar një listë me rreth 14 bashki që rrezikojnë që të shkrihen nga kjo reformë territoriale, por cilat janë këto bashki më të rrezikuara dhe në çfarë bazash bëhet kjo ndarje e re territoriale. Ne do të flasim me drejtuesin e Institutit për Bashkitë, zotin Agron Haxhimali. Zoti Haxhimali, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit juve. Zoti Haxhimali, ju keni qenë edhe pjesë e dëgjesave, keni paraqitur edhe raportin tuaj, ashtu sikur e shikoni ju këndvështrimin tuaj si duhet funksionojë kjo hartë e re për bashkitë, por me atë që ju keni parë, keni dëgjuar dhe besoni, mendoni që do të merret vendimet mbi bazën e një modeli zhvillimor, ekonomik për bashkitë, do të merret modeli do të bazohen tek pazaret politike, do të dëgjohen qytetarët për kërkesat e tyre si janë, pra çfarë duan ata të shkrihen apo mos shkrihen to bashki, apo si besoni, si në fund fare kush do të dëgjohet? Pyetje e bukur, po e niske kjo e fundit, sa besoj edhe kush duhet të dëgjohet. Më vjen keq të them se komisioni pati mbyllje jo shumë të mirë në fakt, ndërkohë që unë pritja të kishte një qasje konsensuale, ishte burokracitë politike dhe debatet politike dhe procedurale janë tjetër gjë, por nga pikpamja profesionale në fakt, apo ashtu siç paktën unë e mendoj, edhe kisha dëshirë të shkonim në këtë reformë i qasje konsensuale. Nuk ndodhi, arsyeja është fare e tjerë, duhet jemi me shikuesit tuaj shumë i sinqert. Palët ndahen gabimisht. E theksoj gabimisht ndahen tek numri bashkive. Nuk është ky qëllimi në vetvete në fakt. Unë kam punuar dhe herë tjera në komisionin parlamentar dhe kam vite që e kam ndjek reformën territoriale dhe gjithmonë në Shqipëri perceptohet shumë gabim. Bëjmë reformë për të shkrirë bashki, bëjmë reformë për të shkrirë komuna. Unë nuk jam për këtë qasje, unë i përkas asaj që ne duhet gjejmë modeli se si duhet qeveriset 2.4 milion banor, se si duhet të kontrollohet dhe qeveriset territori i 28.000 km2. Pa çfarë modeli kemi, çfarë i shko Shqipërisë, çfarë duan qytetarët, çfarë duan komunitetet në zona rurale dhe ato në zona urbane. Çështja e hartës dhe numrit bashkive gabimisht është trajtuar dhe vazhdon të trajtohet të gjërësisht. Por me të drejtë pasi këtu bashkit ndahen. Po çfarë më ka rezultuar mua nga 11 dëgjesa, pasi në qarkun Tiranë nuk kemi bërë dëgjesa, nuk u realizuar dhe ky është një problem për hir të së vërtetës. Asnjë qytetar, po kur them asnjë e them me bindje më të madhe sepse takimet janë online, kanë qenë online, minutat e takimit raportohen, nuk ka një qytetar që thot le të shkrihet kjo bashki apo kjo njësi administrative, nuk e duam, le të themi kulturën apo me malia, nuk e duam hasin, jo, kanë thënë të gjithë, doni që pra kjo status quo, kjo gjendje që ishte të ruhesh, pra Kuksi thote kryetari i Kuksit dhe qytetarët atje na lini kështu siç jemi, por kishte edhe të tjerë që kërkonin bashkimin të bashkoheshin 2, 3 apo 4 sipas marrëdhënieve historike, traditës dhe kulturë, njësi administrative dhe krijonin bashkitë e tyre, pra tu shkëputnin nga bashkia e madhe, krijonin një bashki të tyre. Kryesisht i bi që të jenë kryesisht bashki rurale, apo në Vlorë, për shembull Orikumi thonte ore, po pse na mbyllet me të njëjtat kritere që sot ka disa bashki për popullsi apo për sipërfaqe ne mund të ekzistonim, apo dhe për ekonomi, apo
Fushkruja, apo Kurbini, apo Laçi. Po përmendi disa bashki, ndërkohë që për shikuesit lejoni që të përmend edhe listën për ta lexuar të bashkive sipas raportit Partisë Socialiste që kërkon që të shkrihen, që është Dibohova, Kërcyra, Delvina, Memalia, Tepelen, Fusharës, Belsh, Renja, Saroskovec, Mirdit, Bustec, Poliçan, Konispol dhe Skrapar. Besoj keni parë listën. E kam parë, por ajo vjen këtë të është një listë virale, shiko, nuk i besoj asaj liste, nuk ka një vendim nuk është qëndrimi zyrtar. I ati grupit, paktën aq sa kam dëgjuar, unë i kam pyetur dhe jam konsultuar, i kam thënë, ore qëndron, jo, nuk qëndron. Sigurisht në tendencën e majorancës është për të shkuar në qasje shumë reduktive të numrit të bashkive, por lista nuk qëndron, është virale. Por ka i gjë vërtet që ka dalë nga analizat e performancës janë edhe kriteret është demografia, disa kritere, pra, kryesisht çështjet e performancës ekonomike. Nëse është e vërtet, unë jam i keqardhur në qoftë se diskutohet të shkrihet Mirdita apo Tepelena apo dhe njësi të tjera. Unë jam të mbajmë të 61 këto që janë në fakt të grupojmë, 312 njësit administrative, aty ku mundet, aty ku e kanë kërkuar qytetarët, aty ku zgjidhet një problem sipas interesit të tyre, dhe kjo metodologji sipas meje bazuar në ndjesi komunitare, bazuar në kërkesat e tyre, mund të shohë që ti numri 60 bashkive mund të fishtoni 25-30 bashki të tjera. Mund të ketë njëri adapt që mund të flasë për këtë punë, gjykimin tim, me aq sa unë kam këto vite që ndjek, jeni ju. Tani ju, unë jam dakord me ju që duhet që themelet hidhen mbi modelin, jo mbi numrin. Por nga do që ne të shkojmë, prap do shkojmë edhe tek numri në fund. Aty do përfundojmë. Për numrin jeni, duhet të kemi shkurtime, duhet të kemi rritje, apo duhet të kemi apo një ndarje me rajone, si? Atëherë, krejtësisht i sinqert, edhe do të them se çfarë kemi propozuar në komision. Ashtu. Ka disa modele që propozojmë, se ka dhe këtu diçka tjetër, është sërish keq kuptim jashtëzakonisht i madh. Këto të angazhojnë ekspertë, më thonë, njep ato model ti që dua unë. Po kjo nuk është profesionale, nuk është metodologji e saktë. Unë nuk e bëj kurrë dhe nuk kam bërë asnjëherë. Detyra e grupit të ekspertëve apo cili do eksperti është përcaktoj një set kriteresh, disa metodologji, disa variante, edhe t'ju hedhin në treg politik bërësve komisionit, një nga variantet që gjykon politika, se është reformë politike mbi gjitha, jo teknike. Pastaj është politika që vendos thot, ky opsioni më pëlqen, ky nuk më pëlqen, ose të fton prap me dhënë argumenta shtese për kë jetje, për kë qëndrojnë ato. Ne kemi paraqitur disa opsione, po i marr me radhë shkurtimisht. Opsioni i parë, bazuar në dëgjesa në komunitet, bazuar në dëgjesat e kryetarëve, është të ruhet kjo status quo që kemi sot, 61 bashki, 12 qarqet, por mund të lëvizet me çështjen e njësive administrative. Ato faktikisht zëri sikur kanë dalë jashtë loje me shpopullimin e fshatit. Ato kanë dalë që në 2015 nuk kanë funksionuar, kjo është e vërtet, duhet ta pranojmë që ka vend për ndërhyrje, po ky është një model për të respektuar, pra se shiko, dëgjesat ishin në një farë referendumi, ne shkuam i pyetëm, nuk doli asnjë që të thotë mbyllë. Është shumë bukur referendum, por ju votoni, ne numërojmë. Po mirë, tashti, kjo politika shqiptare. Shkojmë te kjo model tjetër. Ne kemi propozuar një set kriterë. Për shembull, kemi thënë, në Gjirokastër, kemi 50 qarku i Gjirokastrit, marrim modelin e Gjirokastrës, ta përshtasim në 11 qarqe tjera. Gjirokastra ka 7 njësi qeverisjes vendore, shumë mirë që i ka.
të vogla, të mesme, ashtu janë atë 50.000 banor ka gjithësit qarku, me 7 njësi, 7 kryetar, 7 këshilla, vetë qeverisën, bashkit vogla, po kanë dhe performancë relativisht të mirë, po kjo e lidhur dhe me gjithë zhvillimin ekonomik, social dhe politik në Shqipëri, jo vetëm çështje e dobësimit të bashkisë apo çështje e defekteve territoriale. Dhe kemi thënë, për të njëjtën kriter, në numër popullsie 7.000 apo 5.000 dhe 7.000 banor për njësitë qeverisjes vendore, hajde bëjmë rregullimet në 11 qarqe tjera, barazi territoriale. Vendos një kriter, nëse vendos kriterin nuk ka punë më politika. Këtu zgjidhen gjërat, nuk është marrë në konsiderat. Ne kemi edhe një tjetër variant, të mbajmë propozimet që kemi bërë në komisionin e 2022-shit, se nuk ka shumë kohë që ka kaluar, edhe aty u ngrit ku opozita në atë kohë sërish propozoi diku 90 njësitë qeverisjes vendore, duke mbajt bashkitë dhe duke krijuar dhe kjo disa bashki rurale. Ky është një opsion tjetër. Shkojmë në metodologjinë që kemi bërë ne bazuar në kritere, në analiza, në qasjen evropiane, duke parë modele të tjera, duke njohur historinë, traditën, metamorfozën e pushtetit vendor në Shqipëri, kemi thonë po, mundet të shkojmë edhe tek modeli i bashkive të mëdha mbi bazën e qarqeve. Por to duhet ta modelojmë si bashki ombrell, bashki metropolitane, por të mos mbyllim asnjë nga bashkitë ekzistuese, ato të rrinë në territoret e tyre historike, siç kanë qenë para 2014-s, mund të përshtaten me njësitë administrative në kufi, por dhe këtu vendos sërish kriter për të krijuar bashki të reja, duhet të kenë të paktën o vetë njësi administrative apo bashkia 5.000 dhe 7.000 banor, ose t'i krijoj të popullsi, të fasho popullsive me njësin administrative bashkangjitur. Pra, të krijojmë disa bashki kryesisht janë rurale apo gjysmë rurale apo hibride. Pra dhe ky është një model. Në këtë rast kam propozuar mënyrën se si zgjidhen, mënyrën se si ndahen shërbimet midis bashkisë madhe që është plotësisht urbane, bashkive të tjera që janë urbane dhe rurale, edhe këtyre bashkive rurale. Janë të gjithë me të njëjtin status ligjor, nuk varen nga njëri tjetri, por bashkia madhe është përgjegjës për zhvillimin rajonal, për shërbimet që nuk i bëjnë kategoritë e tjera të bashkive. Kam propozuar dhe këtu mënyrën se si zgjidhet. Kryetari i bashkisë madhe të zgjidhet nga i gjithë komuniteti brenda jurisdiksionit territorial të këtij qarku. Kryetarët e bashkive të tjera urbane apo hibride apo rurale të zgjidhen brenda komunitetit të tyre. Pra shikoj, bëj edhe shërbimet me fasho dhe asimetrike dhe diferenciale dhe zgjedhjet i bëj me 2 nivele. Pra, i jap qytetarit një legjitimitet të zgjedhjeve dhe kryetarin e njësisë aty, por të ketë edhe një votë për kryetarin e njësisë madhe metropolitane. Të njëjtën model me të njëjtën kriterë kemi thonë mund të shkojmë edhe për këto bashki mbi bazën e 36 rretheve historike që ka Shqipëria. Edhe këtu kam thënë, le të themi rrethi Kukësit, tjetë ky që është me qendër në Kukës, bashki të Has edhe bashkia Tropoj të ekzistojnë, mund të krijohen 2 bashki të vogla rurale që është bashkia Shistabes dhe bashkia Bicajt. Edhe me të njëjtën diferencim dhe asimetri shërbimesh, edhe me këtë konfiguracion, me këtë pushtet të zgjedhuris. Pra qytetarët i japin fuqi të zgjedhit dhe kryetarin dhe këshillin e vet, dhe kryetarin dhe këshillin e bashkisë metropolitane apo të bashkisë mbi bazë rrethi. Njëri nga modelet tjera, pra dhe këto janë modele, mos e nuk i kam shpik për hir të së vërtetës, i kanë dhe vendet tjera. Njëri nga modelet që ne propozojmë sërish është që është më demokratike. Futen në referendum. Pyet e Rogozhinën, do të bashkohesh me Kavajën? Po thë Rogozhina,
po, edhe Kavaja thot, po, le të bashkohen, edhe është në rregull. Kaq. Në çdo vend, referendumi është një qasje më demokratike. Kjo është shumë vështirë të ndodhi tek ne. Një variant tjetër që e propozojmë, to i kam analizuar me avantazhe, disavantazhe me pak të shifra, por në këtë kohë të shkurtër nuk kemi kohë të themi, është një tjetër model, vullnetarizmi. Vendos disa kritere ekonomie e qeveria dhe i thot, le të themi, po shkojmë, çfarë të them, po shkojmë në kulturë sërish, se s'kam gjuhë në kulturë, nuk jam që kultura të shkrihet. Problemi është shpopullimi, i kuptoj. Të shpopullimi, po, to kriterë që ke një bashkime 3.000-3.500 banor, të ardhurat dhe ekonomia lokale janë me probleme. Buxheti që po t'jep qeveria është 70 apo 80% vetë, siguro 30%, ka dy gjëra, o jeto me të ardhurat tuja dhe po t'le të lirë mos prit nga qeveria, ose në qoftë se shiko si mundësi për efektet ekonomisë së shkallës, në mënyrë vullnetare fillo përgatit vetëm për të bashkangjitur me përmetin. Po dhe kjo ka avantazhe, disavantazhe, sepse secili ru status quo, askush nuk do, por është një nga modelet për hir të së vërtetës. Tashmë për ta përmbyllur, o duhet bëhet me forcën e kartonit, o me forcën e ligjit, me forcën e kartonit, o me referendum vendosin qytetarët, ose rruga e ndërmjet me negociojnë me disa kritere ekonomike që qytetarët të ndjejnë vetën se ku mund të shkojnë. Por tash në një periudhë 7-8 mujore nuk bëhet gjë. Në këtë nivel besimi që ka klasa politike tek njëra tjetër është shumë problem. Se këto janë futur edhe njërë me idenë që unë dua më pak, unë dua më shumë. Kjo ka qenë vije kuqe. Para se tuleshin, ju kam thënë disa herë, duhet të ishi ullë me një set çështjes që negociohen. Kjo nuk ka ndodhur ja ku jemi sot. Po theksoj një herë që në raport janë trajtuar të gjitha modelet dhe theksoj dhe një herë që nuk janë vendimtare çështjet dhe propozimet e ekspertëve, prandaj themi është draft, janë propozime, është ligjvënësi që e merr përgjegjësinë se cili model do zgjedhë bazuar në avantazhe, sugjerime, rekomandime që kanë dhënë ekspertët. Po në fundit e gjitha kjo ndoshta gaboj, po mua më duket si situata pra për bashkitë e klubeve të futbollit që nuk janë privatizuar dhe vazhdojnë të marrin para dhe financohen nga bashkitë. E njëjta gjë edhe për bashkitë nga qeveritë, pra ata e mbajnë veten e tyre në këmbë, por për të ardhur tek Tirana që ju thatë që nuk është pyetur. Si mendoni që do mbyllet Tirana, Kamza, është diskutuar për Paskuqanin, do mblidhen gjitha në një, do kenë ndarje tjera? Se jeton më shumë se gjysma e shumicës së popullsisë. Edhe keqardhje që nuk u bë takimi publik dhe nuk u dëgjuan dhe as drejtuesit e Bashkisë Tiranë në kuvend. Keqardhje e madhe, jetojnë 30%, 32% e popullsisë në fakt dhe këtu është jeta sociale, ekonomike, politike, dinamika. Akoma më shumë se 32. Akoma problemi madh. Megjithatë, më lejo të them se çfarë ka propozuar grupi i ekspertëve të opozitës. Grupi i ekspertëve të opozitës ka kërkuar që Tirana të ketë këtë konfiguracion. Tirana metropole me 11 njësi mini bashkake që i ka pasur para 2015-ës. Pa rikthehen njësi. Nuk e di nëse e mban mend dikur këtë lloj. Sigurisht. Pastaj ka thënë që disa Kashari të bëhet bashki më vete se ka 85.000 banor. Dajti, Shëngjergji edhe Zallëheri të bëhen bashki më vete me qendër në Dajt, pasi bashkarisht bëjnë 60-70.000 banor. Petrela, Bërzhita dhe Kraba të bëjnë bashkin Petrel është pjesa që na lidh me Elbasanin, të bëjnë bashkin Petrel me një popullsi rreth 17 deri 20.000 banor.
Bashkia e re që propozohet është Bashkia e Luginës Zhëllim, është Baldushku dhe Vaçari që përbëjnë rreth 15-20.000 banor të dyja. Bashkia tjetër është Peza dhe Ndroqi, edhe këto diku ke 15.000 banor. Ndërsa ka kërkuar, gjithashtu ka propozuar që Paskuqani, këtë është koncepti i përshtatshmërisë territoriale. Këtu nuk kemi ndryshim të numrit, tu kemi vetëm ndryshim, pa ndryshon kufit, pa ndryshon numri bashkive. Paskuqani t'i kaloi Tiranës, ndërsa Zallherri t'i kaloi Kamzës. Ky është konfigurimi që është propozuar për Tiranën. Mbi bazë të këtij modeli janë propozuar dhe për qarqet, për 11 qarqe tjera, por ashtu Gjirokastrën që është konsideruar se ka një, le të themi thonë, një ngopje me pushtetin në raport me sipërfaqe, në raport me popullsinë, i ka të mjaftueshme arqësitë qeverisjes vendore. Për bashkitë minoritare është diskutuar që nuk do preken në këto. Shiko, ka një ligj të caktuar për të në fakt, por tash ne jemi vend i NATO-s, jemi vend që po aderojmë dhe do aderojmë shumë shpejt në Bashkimin Evropian. Unë jam që të respektohen komunitetet në maksimumin e mundshëm, por jam që me ato kritere që duhet të ndahet apo të bashkohet Tirana, apo me ato kritere duhet të funksionojnë dhe cilat do njësi e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Zotja Xhimali, për të vendosur ndarjen, sigurisht që për te modelit janë dhe shumë aspekte dhe gjëra të tjera që ndikojnë tek vendimarrja. Duhet t'ju pyes edhe është lakuar në rrjetet sociale, është folur edhe në media që ka një influencë për shkrirjen e bashkisë Konispoli për ta bashkuar me Sarandën. Ju si mendoni? Po pse duhet ta bëjmë këtë? Ta lëmë ne nga Konispoli në Vlorë, erdhën goxha qytetarë në dëgjes. Asnjëri nuk kërkoi gjë të tillë. Jo. Na lini siç jemi me këtë identitet, mos ta bini 70 kilometra, 80 kilometra nga Konispoli për të ardhur me pas qendrën administrative në Vlorë. Ky është problemi i madh, se tash përveç popullsisë është edhe distanca, po është edhe ajo kultura e shoqërisë e komunitetet për mënyrën se si janë mësuar të vetë qeverisë, nuk është kollaj të prishen këto elemente të kulturës dhe të sjelljes administrative ku qytetarët i kanë marrë shërbimet, ku qytetarët përfaqësohen, ku qytetarët votojnë për kryetarin që kanë afër, për këshillin që kanë afër. Nuk është Shqipëria, mendoj që me gjithë progreset që ka bërë, nuk e ka infrastrukturën dhe teknologjinë e shërbimeve digjitale në mënyrë të tillë që ta bëjë të panevojshëm interesin për bashkinë apo për kryetarin apo për këshillin bashkiak. Zotja Xhimali, kam një Konispoli apo shumë bashki të tjera nuk mendoj që duhet të shkrihen. Por modelin e qeverisjes mund ta rregullojmë, pra me që është Konispoli të ri, po mund të jemi mbi bazën e rrethit Vlorës apo të qarkut Vlorë, mund të kemi ato që shpjegova pak më parë. Por gjithsesi, po marr shkas nga pyetja juaj. Qytetarët tashmë e kanë dëgjuar. Unë nuk besoj tek lista, në fakt, edhe pse nëse ndodh një pjesë do të mund të hikin nga ato bashki, por për mua duhet të jenë reagues. Çfarë qarkullon nëpër media nuk është zyrtare, po është sinjal, është prognozë, diçka mund të ndodhi. Ndaj Konispoli apo kushdo që ka ndjesinë se diçka do të ndodhi, ka plotësisht të drejtën e tij të pyes në mënyrë zyrtare në komisionin parlamentar, të pyes në parlament ndodh apo nuk ndodh. Asnjë vendim nuk kisha më shumë tek influencat e huaja që mund të jenë, që mund ndikojnë, sepse ka parasysh këtu denoncimet, postimet të historianit Arben Dhalla, që sipas tij Greqia kërkon që kjo bashki të shkrihet, të bashkohet me Sarandën.
Nuk e di a jeni nuk kam informacion për çështje të tilla konspirative se çfarë nuk kam djuar, ama kupto, këtu mund të bësh teori konspirative edhe për prejasin në fakt, por nuk kam ç'të them, nuk mendoj që politika shqiptare duhet të jetë aq vasale për gjërat tilla. Unë mendoj që bashkia duhet të qëndrojë në atë identitet historik që ajo ka dhe e ka goxha të thellë dhe të meritueshëm që të vazhdojë të qëndrojë aty. Deri tani ne kemi parë që reagimet më shumë kanë ardhur nga Mirdita që është fut në atë listë që mund shkrihet. Por zotja Xhimali, për ta mbyllur të lutem, nga gjithë kjo që ne diskutuam është që te pjesa rurale e fshatit, secili nga variantet nuk e favorizon nga ato që mundet, që janë të tryezë të partive politike. Pra, nuk është se do të kemi një ringjallje të fshatit. Jo, shiko, pasi demografia dhe ka disa goxha elemente të tjerë pse ndodh, nuk lidhe vetëm me reformë, por mënyra se si strukturohet pushteti vendor, qoftë në territor apo në qeverisje, e ndihmon pak shpopullimin, e zbet pak vullnetin, interesin e qytetarëve, kryesisht në qytetet vogla, kryesisht në fshatra, për të vazhduar, për të jetuar, për të qëndruar, sepse po bashkia, pa zyrën e kam larg, bashki nuk e kam, komunës e kam, një shkollë mbyllet, rrugë, jo biznese, jo reformën gjyqësore që i hoqi gjykata. Po edhe reformat gjyqësore, pa prokurorin çoje këtu, gjykatat çoje këtu, kadastrat çoje, atë janë të lidhura të gjitha, andaj mendoj që sot unë po bisedoja me disa ekspertë huaj për këtë çështje dhe kudo në pak ka qenë kjo tendenca për bashkitë ndaja të ekonomisë shkallës, por dinamika e zhvillimeve kudo sot po çon në qasje tjetër që jo detyrimisht bashki të mëdhaja, por bashki funksionale dhe shërbyese në komunitetet vogla aty ku gjenë rahatin qytetarët. Dukuruar që zëri juaj si një ekspert me mjaft vlera dhe që njihni tamam realitetin e bashkive dhe të njësive administrative, por edhe qytetarëve të dëgjohet, zotja Xhimali, unë të falenderoj për bisedën dhe shpresoj që faleminderit juve. Vjesht t'jenë marrë parasysh to që ju thoni, kur me shumë gjasa mund miratohet reforma. Të falenderoj shumë. Gjithë të mirat në pafshi.